Çdo gjë që kam shkrujt, çdo gjë që fakt që pas është mledh, për 3-4 muj, çdo gjë që ka kot, çdo gjë u hidh kanë kosh, asgjë s'u lejoka që të paraqes në gjyq. Vëllezër e motra, njeriu rrega vetën në këtë botë, njeriu fluturoka në këtë botë, që mund bëj çdo gjë. Kam 3-4 muaj vëllezër e motra, që shkruaj çdo natë, pyetjet për çdo person që do të vej aty në që thonë në tavolinën e dëshmitarit, pyetjet që do t'i bëj. E bile dje, para se të shkoj, të takohem prap me atë kompaninë e avokatëve që më motivun, pra që më dhanë leksione, më tregun çfarë duhet them, si duhet them, çfarë faktesh duhet mbledh. Çdo gjë pas ka qenë kot. Bile para se ti kjo dje, edhe para se të bëje një video ku shavët presidentin tonë, edhe shavë vençe, për edhe që ka thonë, edhe po për mlidhja, ato pak nuk janë shumë pa fund, po për zgjidhje, lloje të pyetjeve që të bëje, se shkova atje, do kontaktoja për herë të fundit atë grupin e avokatëve. Zhgënjeva ata, zhgënjeva vetveten, sepse asgjë nga ato që unë kam përgatit për të thonë gjyq, për të thonë, thu çfarë dush ti po të lanë, po pyetjet që do bëj, gjoja, se çdo gjë vërtetohet me fjalën tate, do vërtetohet nëpërmjet dëshmitarëve, që veti aty në tavolinën e dëshmitarit para juris, çdo gjë që nga gabim. Edhe thash para se të hikja, edhe po përfundoja një setit grumbull, ata pyetjet për një nga personat, një security, i sigurim, si thonë security, apo security thajme dhe ne. Edhe kur po shkruaj edhe kisha probleme, mënyrën se si do të formuloje pyetjen, më shku në mendje ato pak njerëz që kanë met, që unë lexoj ndjek, kur kam kohë dhe du të shlodhem, për shembull, nga herë më mungon ajo e të shprehurit pa emocion, drejt për drejt, që njeriu i thjesht ju rrihet të kuptoj. Edhe mu kujtun ato gazetar që shkruajnë pastër, faktin, pas një lloj epiteti, drejt për drejt, edhe i pata zili. Mu desh se si të formuloj atë fabulen, për shembull, kë duhet vej nga dëshmitaret parin, kë duhet vej dytin që të jo vetëm të tregohet ajo ngjarja në mënyrë kështu kronikale, se thonë, nga fillimi deri në fund, por që të tregohet i shërbej edhe atyre, ne thonë, claims, çështjeve, për shembull, e them që ti e ke hedhë në gjyq dikë për kundër racizmit, edhe e ke hedhë gjithashtu edhe për shembull, si thonë, për shpifje, edhe duhet i vesh ato dëshmitare se do të tregosh ngjarjen duke bë pyetje dëshmitarëve, do të zgjedhësh kush duhet vetë përpara, kush duhet vetë më pas. Edhe mendoja, më shkojnë mendje, për këtë më duhet një lloj shkrimtari, më duhet mendje Faruk Nurtajt, që të bëj fabulen, si ai rrëfimtari i mirë në roman. Po pastaj, më desh që, po si duhet të themun që
emocionalisht të prek në zemër këto që do të më gjënë në japin drejtë, thash, aha, do më duhet një person që ditë të bojt qaj si Qahovi, kur do që të bojt qaj. Aha, më dashka ju merë nurka, për shembull kur të mos i lallë të arktoj, si që arkton me të poezinë e ti, me të vjerës që gati popullore dhe aq hynore, jo doktoreshe, jo Goca Bariut, jo Rizheshka, që të mos e lallë. Por mu dashka dhe thjeshtësia, por mu dashka dhe sofistikimi që më zduken që u dashka plot, e për plot, të bosh bashk aty. Mu dashka vajt i Zoti, që nuk kom kohën, për shembull, t'ja thot gjyqi tërthoresi, e tërthoresi rreth rrotull, po që i bjen drejt për drejt. Dhe jepët e poezin që ka të thot pa ekuacion mendor, që mos të lëll, edhe unë jam vetëm Sami Gjoka. Me gjithë dhe, më përpjekje, pra edhe doje emocionin, edhe nuk e doje emocionin, edhe doje drejt për drejt likun, edhe se doje, për unë jam një, edhe i more gjithë të materiale dje, mos i postova një video, kur shafa vend që presidentin e Shqipërisë. Jo, sepse ai do të maj krahun e perëndimit dhe jo të perëndimin e Kandllafin edhe izraelisht në perëndimit dhe jo të këtyre Middle Eastëve, por për arsye se bon ultimatum, dhe ultimatumi është si e qeni që lefë dhe nuk të ha, kur s'ke fuqi. Po s'ka gjë. Kur shkova dje, me gjithë të bombastik të likun tem, me qëndën plotët me plot me këshu, fletoret shkrume, për shembull tash i kam këtë menaxherin aty edhe e pyes që edhe kur fillova të lexoj, e kuptova me herë në sytë të tyre se sa poshtë isha, sa lartë kisha fluturu, katë më ëndra, për arsye se çdo lloj pyetje që unë pas kam përgatit vlezër e motra, nuk u lejoka në gjyq. Për shembull, i themur i Mernurkës, a është në vërtet që ti, në atë orë, më gjujte mu me gërsh gjithë natë? Fjalia nuk u pranojte. Në moment që unë do thoja, a është të vërtet që më gjujte me gërsh gjithë natë? Që ishte vërtet, unë ngrej dhe më gjujti gjithë natë me gërsh se i kërkova pare dhe për i thash të qka, apo nuk ja botova të virë se isha kryedaktor një reviste letrare ku të diun, aja nuk u pranonte. Për arsye se kundërshtohej me i herë nga pala tjetër. Si kundërshtohej? Argumentative. Pse ishte argumentative? Sepse nuk ishte faktin, por i thoshte më gjujte me inat. Fakti që më gjujte ishte fakt. A është vërtet që në këtë orë ti më gjujte me grysht? Kjo është fakt. A është vërtet që në këtë orë ti më gjujte me grysht gjithë natë? Fjala vje. Nuk ishte fakt. Për arsye se tashti kundërshtohet. Nuk gjujta me inat. S'pata pik inati. Po të gjujta me grysht. Inatin duhet të masim tashti kur është me inat dhe sa është inati madh, sa është dhe kalon, nuk është fakt. Edhe kërkon pastaj në konkluzione. Për shembull, unë bëj një pyetje, edhe mendon ti që kjo ishte gjë e mirë? Kjo që më bënë ti mua? Kjo nuk është fakt. Kjo e kërkoja tashti ata që t'jep të konkluzion që ai nuk është ekspert. Edhe pastaj do vinë aty pra çdo gjë, me çdo lloj fjalie që kisha shkruajt. Isha komplet gabim. Edhe nisëm të korrigjojmë, por korrigjimi e bonte akoma dhe më keq duhet shkruhet nga para çdo gjë, so bonte çdo gjë me zgaravina me diçka tillë që vetëm unë do t'i lexoj, por nuk është pastër. Edhe kur ata të ngrihen edhe
të kundërshtojnë, për shembull, se unë nuk e di si bëhen gjyqet në Shqipëri, por besoj që bëhen kudo një lloj. Në qoftë se ti e vet dëshmitarin aty para jurisë, juria janë ata 10-13 veta që do të gjykojnë, do të gjojnë faktet, edhe unë i them ati dëshmitarit tim, a është të vërtet se ti nuk më letë hyp në makinë që të shkonte për Tiranë, se kishin ardhur këto loshnjarë dhe po na vërisnin edhe po iknim me vrap. Ti nuk më letë hyp në makinë për arsye se unë ty të kam bërë një të keqe para sa vitesh. Kjo nuk lejohesh për arsye se ti kërkon tash të gjesh motivin kur po prezanton faktin. Fakti është që është e vërtet që ti nuk më le mund të hyp në makinët, edhe do vishin e të lushnjarët, se në dërsakët ishim zonë ndeshje futbolli, edhe të më rifnin. Mund t'ishte fakt, në qasë më thoja, ti nuk më le mund të hyp në makinët. Dakord? Edhe është fakt po. Është e vërtet që para një muaj, unë të hoqë aty nga puna, kjo ishte fakt. Por thush, ti nuk më le mund në makinët, se unë të hoqë nga puna, nuk ishte ma fakt, ishte spekulim, sepse po spekulojmë, sepse ai nuk më mund të hyp makinët, plus që ishin 2 pyetje, që po më pyeti mua, që pse unë nuk lash me hyp makinët, apo më pyeti mua që atë lash apo s'lash me hyp makinët, s'di që përgjigje t'jap, edhe vëllezër e motra, për çdo gjë që pas kam po, pas kam qenë një vrim në ujë. Është një lloj sikur Einsteini të zem, me mendjen e vet, se çdo njeri nga ne mendon se bën çdo gjë. Mjaft që të dedikohet pak. Po të vi Einsteini në Shqipëri, edhe ka hell në gjyq e zem atë si pati ky shqiptari që e njeh gjithë bota për serb. Ai si ka ky elektrik liqeve, Nikola, si ka harrova, se unë harroj tash shpejt, është një nga shqiptarët e famshëm që është më huaj çdo gjë që është shqiptare, edhe më hat për serb. Ky Nikola më duket ka harroj ky shkencëtar i madh. Nëse ka hedhur në gjyq Einsteini këtë s'po gjejmë, pa marrim Isaac Newtonin, që kush e ka zbulu janë të dy gjallë e zem. Edhe Einsteini është kokë e madhe, edhe Isaac Newtoni është kokë e madhe, por nuk janë gjyqtar. Është ky, ja që harrog, po vjen ajo, edhe unë të shkoj në gjyq. Është ky Ngjela Spartaku që që njeh ato mënyrën se si prezantohet evidenca, është që njeh mënyrën se çfarë lejohet si pyetje, çfarë nuk lejohet, edhe duhet Spartak Ngjela, edhe jo të prezantoj atë Einstein, jo Einsteini, po Einsteini është kokë e madhe, edhe mendon të shti që Shqipën e ka mësu, edhe atë teorinë e vetë më mirë se ai se di askush, se si të argumentoj aty, edhe humb gjyqin sa njerëz, për shembull, në botë, kisha unë një mik, ishte gazetar, ishte kokë e madhe, studionte, ka shkruajtur libra, edhe dashëm ne të bëjmë një shtëpi, ta rindërtojmë, ta riparojmë, ta shesim, edhe i thoshte, pse ti bëj unë telefon këtij elektricistit, kur unë mund të lexoj për 10 minuta, pavarësisht që duhet licencë, se si mund të lidhesh atë gjof fizike, që fizike kam kuptimin të shkencës fizikës, edhe e bëj vetë, apo pse duhet marrë atë hidraulikën, plamërin, kur mund të lexojmë, e gërmojmë atë vetë dhe e bëjmë vetë. Ai lidhte një tub këtu dhe çantë të tjetrën atje, për arsye se do zanatin e vetë. Unë nuk zgjodha të prezantoj veten. Unë nuk pata parat të paguaj avokatet për një çështje që është kaq e lodhshme, kaq shpenzuese për me fitu, edhe mund fitosh kaq pak. Unë nuk pata avokat që kishin guximin që
të menin këtë çështje kundër një kompanie kaq të madhe, pa të avokat, kundërshtar, që deshën ndihmojnë, edhe që u kuptoj që u pas kam harxhu kohën kot. Por pas kam fluturu. Çdo gjë që kam bërë deri më sot, për 3-4 muaj, qenë ka kot, duhet të kthehem sërish çdo gjëje që s'kam kohë. Edhe, për shembull, se këtu thoshte një nga ata dje, që edhe në qoftë se pyetja ty të bëhet nga ana kundërshtare, që bëhet për shembull, në qoftë se ti thu, është e vërtet që ti nuk më le mund të hyp makinë për arsye se ti më rren për këtë gjë. Në momentin që kam thonë për arsye, kjo është spekulative, kjo është argumentative, që do të argumentosh tash ti me atë. Edhe kjo është me lafë në anglisht thuhet call for conclusion, call for speculation. Është një veprim, një pyetje që e bën ata tash të vënë punë spekulimin në vend që të flasë për faktet. Edhe thjesht të tha ky avokati që po fliste dje, thjesht që t'i jep të drejtën atij avokatit kundërshtar, që të bëj objection, që të ngrehet me kundërshtim, që të thotë objection, me laf nuk pranohet kundërshtim, zotë gjyqtar, kjo nuk është zbulim fakti apo prezantim fakti, kjo është zbulim motivje, ku të diun. Thjesht që ai ngrihet edhe ndalon, edhe po t'jap drejt të gjykatësi, ta prejo atë mendimin, lidhjen e fjalës, në qoftë se të ndërpret një herë, në rregull dhe e gjen aty fillin ku ishte dhe vazhdon, po të ndërpret dhe një herë dytë, e tretë, edhe gjykatësi t'jep ty të drejtë, ato juria mendojnë që këta po të kundërshtojnë në mënyrë pa drejtë. Por ai kur të kundërshtojnë fjalinë e 4 dhe të 5, gjykatësi pastaj do jap drejt atyre, edhe juria do të fillojë, edhe zbehet me ty, edhe do të duket që megjithëse ti nuk ditke çfarë po bën, edhe po I humbë dhe tyre kohën kot, edhe ti vetë je çakardis, edhe nuk e gjen më fillin çfarë do të thush, ato e rritën qëllimin. Objections, këto kundërshtimet që bën pala kundërshtare, nga një herë janë strategjike thjesht që të tregojnë ty që s'po di ç'po bën, nëse je avokati, edhe duke qenë avokati, po të fillojnë ata juria të urrejnë avokatin, urrejnë edhe çështjen tate, por e gjitha me dy fjalë. Në qoftë se mendoni në jetë se dikush që s'ka për mendimin tat asgjë më shumë se ti, është rrit në të njëjtin fshat, ka shku në të njëjtën shkollë, ka lexuar të njëjtat libra, edhe ti mendon që ke aq aftësi profesionale ndoshta jo, po që me aftësitë tuaja intelektuale I arrin ata, që ta bësh atë punë po ashtu siç e bën ai që është profesional I prej viteve dhe sa çështje. Mos gënje veten kot. Edhe mund t'jesh I gjithanshëm, mund t'ish më shumë se çdo kush, por secili nga ne ka atë gjën e vet, ku I është dediku. Për shembull, mendoj unë se më ka hyrë qejf të gatuj, edhe mendoj se duhet bëj ato gjëra që ka bënë nëna ime dikur. Edhe nëna ime, edhe tash që është plakë dhe ka humendjen. Dita bëj gjellën shumë më mirë se sa unë. Edhe unë nisë dhe bëj të gjitha ato aspektet e gatimit gjellës, si që bën të nana, apo si që bën të hala ime që më rriti. Edhe prap ndalin pashije. Thjesht edhe një ne e qunim qull, për shembull mielli me vaj e me vezë, që duket sikur është gjë e më thjesht, unë prap s'mundem ta bëj. Pavarësisht që di gjitha proceset, edhe gjitha ta ingredients, se thonë ata çfarë duhet mielli, apo gjalpi, apo vaj, apo veza, kur I hidhet, si hidhet, prap s'di.
të bëj. Unë mund t'jem një, se thamë, matematikan të mirë prej natyre, më ka pëlqy matematika, algebra, që s'kan ka pëlqy kur, ose më kanë pëlqy shumë vonë, por unë nuk mund t'i bëj takse se se di tjela ata kodet, që se di ato formulat, kur hiqen, se hiqen, pse hiqen, për shembull nga shuma që ti ke vetu për mi pagu shtetit, e gjitha, çdo njeri ka profesionin e vetë. Mos humni kohën, vëllezër e motra, si që kam humun tash sa vjet, me budolloj që se mund të boni diçka më mirë, po e bëje, po të kisha nisë që kur, jo ta nisësh sot. Pra, po më thoshte një mik, lere këtë punë, mos e fola atje. Jo thjesht se kam mjaft fakte shkatruse kundër meje, sepse kanë ca vite ata që më shkatrojnë, por thjesht se çdo gjë që unë pas kam po duhet nis nga pare dhe s'kam kohë. Sami Gjoka, ju përshnes, ne flodrojmë shpejt vëllezër e motra, jeta është e shkurtër, çdo minutë që humbim kot është katastrofikisht e dëmshme, e dhimbshme për të qa me lot, sepse është një jetë shumë e shkurtër për të bërë ata që duhet të bësh. Aq sa ke mundësi të bësh, për aq kosa ke mundësi të bësh. Edhe ne, momentet më vitale të jetës sonë i humim gjithmonë në duke bërë ato që s'duhet bëjmë. Sami Gjoka, ju përshëndet.